Op. Ju ftoj në ceremoninë e vendosjes së kurorave pranë memorialit. Ftoj për të vendosur kunorën kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berishën. Ftoj drejtuesin politik për qarkun Shkodër, zotin Luciano Bocci. Ftoj familjarët e martirëve të demokracisë.
Deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Partia Demokratike Dega Shkodër. Antar të Këshillit Bashkiak. Shoqata 2 prilli. Shoqata e të persekutumve politik Dega Shkodër. Unioni Mbarkombëtar i të burgosunve dhe të përndjekunve politik.
Shoqata 13 dhjetori. Shoqata 14 janari. Nderim për jetë martirëve të demokracisë. Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu dhe Besnik Ceka. Ju ftoj të nderojmë hymnin kombëtar. Heroizmi dhe sakrifica e tyre do të mbeten shembull për çdo brez. Ne nuk harrojmë. Ju jeni krenaria, dhimbja, forca, qëndresa jon, jeni frymëzimi për liri dhe demokraci. Të përulemi me respekt para heroizmit të tyre, duke I nderu me 1 minutë heshtje. I përjetshëm qoftë kujtimi I tyre. Të nderuam zonja e zotni, ne mblidhemi çdo vit për të kujtuar këtë ditë të madhërishme, këtë ngjarje sa të dhimbshme, aq edhe heroike me vlerë historike, e që nuk ndodhi rastësisht në Shkodër. Askund më shumë se në këtë qytet nuk janë vrarë për ndjek e burgos, intelektual të rinj, klerik e njerëz me shpirt demokrat. Ndaj dhe atë ditë me 2 prill 91, u demonstru hapur protesta e nxënësve, studentëve dhe popullit të Shkodrës për të shem regjimin komunist. Dhe bilanci I kësaj dite do t'ishte tragjik. 4 të vrarë dhe qindra të plagosur. Shkodra sakrifikoi 4 bite saj, 4 jetë rinore, Arben Brocin, Bujar Bishanakun, Nazmi Kryeziun e Besnik Cekën, të cilët u bën pishtarët e parë, dëshmorët e parë të demokracisë. Rinia
dhe gjithë populli Shkodrës në një kortezh të pandërprer prej sa e sa kilometrash, i përcolli djemtë e saj martir me fjalët: për herë me ju, për herë mes nesh. O ata të lumt që dhanë jetën, o ata të lumt që shkrin veten, që për mret e vend parve, që për erz e nerë shqiptarve derdhën gjakun të i luftu, por si të part u pan punu. Let u kjoft mbi vorr ledina, but u kjoshin moti e stina, akli bora e serotina. E dert knojin mal nojzan, e dert ketë ndet ujeran, dersa të shnrisin djele han, ata kur mos të harojshin, në kangën vale, për u knojshin. Kam knajsin të ftoj për të mbajt fjallën kryetaren e Partisë Demokratike Dega Shkodër, zonjën Eliona Shkreli. Të nderuar familjar të dëshmorëve të demokracisë, Arben Brocit, Bujar Bishanakut, Besnik Cekës dhe Nazmi Kryeziut. I nderuar kryetari Partisë Demokratike, lideri historik, profesor doktor Sali Berisha. I nderuar nënkëryetar i Partisë Demokratike, njëkohësisht drejtues politik i qarkut Shkodër, profesor Luciano Boçi. Të nderuar deputet dhe kandidat për deputet të qarkut Shkodër, të nderuar qytetar të Shkodrës, të rinj e të reja, të nderuar antar dhe simpatizant të Partisë Demokratike. Sot përkujtojmë një ndër ngjarjet më të rëndësishme të historisë, jo vetëm të Shkodrës, por të mbar Shqipërisë. 2 prilli është ditë e kujtesës, nderimit dhe respektit për heronjtë e demokracisë, Arben Brocin, Bujar Bishanakun, Nazmi Kryeziun dhe Besnik Cekën. Përkujtojmë sot një ndër ngjarjet më të lavdishme, por edhe ndër më tragjiket, kur këta të rinj u vran pabesisht vetëm sepse donin demokracinë, donin lirinë, donin votën e lirë. Por gjithashtu, kujtojmë një ngjarje shprese të atyre kohëve të zymta për Shqipërinë, ndërsa po çlirohej nga zinxhirët e regjimit gjakatar diktatorial. Shkodra pararendëse e rënjes së sistemit komunist. Në memorien e çdo shqiptari, e në veçanti e çdo të riu dhe të reje të asaj kohe, mbeten imazhe të asaj që po ndodhte pikërisht këtu, para ish komitetit të partisë, kur të rinj dhe të reja, guximtar dhe trima, shpërthyen në revolt për të përmbysur një regjim të pashpresë, ku liria provohej në çdo kuptim të saj. Ishte ditë që shënoi vrasje tragjike, por njëkohësisht ishte edhe ditë shprese. Shembulli dhe guximi i Arben Brocit, Bujar Bishanakut, Nazmi Kryeziut dhe Besnik Cekës tashmë është shkruar me shkronja të arta në historinë e Shkodrës dhe të Shqipërisë, të cilët u flijuan në këmbim të lirisë që ju mohua shqiptarve për 45 vite. Ai sistem i pamëshirshëm lau me gjakun e 4 të rinjve rrugët e Shkodrës dhe këtë Shkodra nuk e harron kurrë. Sot jemi në një regjim totalitar të dytë. Jetojmë në kohën e një narkoshteti, ku ligjin e bëjnë bandat dhe mafia dhe ku kryeministri vendit është gjunjëzuar para krimit dhe drogës në këmbim të pushtetit të tij. Sot jetojmë në kohën e mungesës së lirisë, ku spionët e sigurimit janë kthyer në patronazhistët modern, ku vota e lirë është tashmë koncept i harruar. Ku rendi dhe siguria kanë humbur çdo kuptim. Sot jetojmë në kohën kur njerëzit largohen masivisht, ku asnjë institucion nuk funksionon, s'ka më shërbim në shëndetësi, s'ka më arsim, s'ka më zhvillim, s'ka më shpresë.
Shpresën e sjell vetëm rinia dhe sot vendi kërkon reagimin e rinisë, sepse vetëm rinia sjell ndryshimin dhe përmbysjen e këtij regjimi. Vendi ka nevojë për të rinj dhe të reja guximtar që luftojnë për të drejtat dhe për lirinë e tyre. Universitetet po boshatisen çdo vit më shumë. Të rinjt s'kan më interes për të ndjekur studimet e larta, sepse kjo qeveri i ka vrarë shpresën, sepse meritokracia nuk ekziston, sepse studentët ekselent nuk vlerësohen. Të rinjt e të rejat po i drejtohen çdo vit më shumë universiteteve të huaja, sepse i shohin si dritë shprese për të ardhmen e tyre, të cilët fatkeqësisht mendojnë ta ndërtojnë jashtë vendit. Arben Broci, Bujar Bishanaku, Besnik Ceka dhe Nazmi Kryeziu janë shembull i frymëzimit për të rinjt, sepse shpresa lind kur frika mposhtet, kur indiferenca mbytet dhe kur kërkohet llogari, duke qëndruar këtu dhe jo duke u larguar e duke braktisur vendin. Një vend pa rini është një vend i destinuar të vdes. Sot më shumë se kurrë, vendi ka nevojë për rinin. Prandaj ngrihuni, t'i dalim zot vendit, t'i dalim zot Shkodrës, t'i dalim zot Shqipërisë. Mos i ktheni shpinën vendit tuaj, mos lejoni që një grup njerëzish të na vrasin shpresat. Mos lejoni të detyroheni të ndaheni nga gjyshërit, nga prindrit, nga motrat, nga vëllezërit. Mos lejoni të ndaheni nga miqtë tuaj. Të luftojmë, të ngrihemi për të drejtat tona, për lirinë dhe për shpresën. Rinia është shpresa dhe ardhmja e Shqipërisë. Rinia ka qenë dhe do të jetë gjithmonë në fokusin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike u krijua dhe u rrit nga rinia. Partia Demokratike është parti e rinisë, është parti e shpresës. Sot Shqipëria na thërret, Shkodra na thërret. Sot më shumë se kurrë duhet të bashkohemi të gjithë kundër këtij regjimi që ka shkatruar çdo qelistë të vendit, kundër një regjimi që ka vrarë shpresën e të rinjve, kundër një regjimi që rinin e konsideron kërcënim të mbijetesës së tij dhe zgjell ta zhduk duke detyruar të ndërtojë jetën jashtë territorit shqiptar. Nuk duhet të jemi indiferent, nuk duhet të pranojmë që të na sundojnë të korruptuarit, hajdutët dhe tradhtarët e vendit dhe të kombit. Sot rinia duhet të votojë Partinë Demokratike si të vetmen shpresë për të ardhmen e tyre. Sot, Partia Demokratike dhe kryetari i saj, profesor Dr. Sali Berisha, kanë një mision të rëndësishëm. Rikthimin e lirisë dhe të demokracisë, siç e bën 34 vite më parë, dhe kjo realizohet me rinin në krah. Lavdi dëshmorëve të demokracisë, i përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Fitoria këtë herë fillon nga Shkodra. Faleminderit. Faleminderit. Zonja e Zotni, kam nderin të ftoj para jush kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor Dr. Sali Berisha. Të dashur prindër dhe familjar, të martirëve të votës së lirë, Arben Brocit, Bujar Bishanakut, Nazmi Kryeziut dhe Besnik Cekës. Të dashur qytetarë dhe qytetare të Shkodrës, i dashur zoti Luciano Boçi, nën kryetari i Partisë Demokratike dhe drejtues politik i këtij qarku, zonja Eliona Shkreli, kryetare e Partisë Demokratike, të nderuar deputet dhe kandidat për deputet të Partisë Demokratike të qarkut të Shkodrës.
Sot jemi këtu për të shprehur nderimin ton më të thellë, mirënjohjen më të pakufishme për martirët e votës së lirë. Herojt e vërtet të Shkodrës dhe të mbarë Shqipërisë, Arben Brocin, themelues i pluralizmit dhe Partisë Demokratike, Bujar Bishanakun, aktivist i shquar, Nazmi Kryeziun, aktivist i shquar i Partisë Demokratike, dhe Besnik Cekën, aktivist i shquar i kësaj partije. Por ne nderojmë gjithashtu edhe 87 qytetarë të Shkodrës që u plagosën atë ditë masakre, të cilën Shkodra nuk e kishte regjistruar ndonjëherë në kohrat e reja, në memorien e saj. Me 2 prill të vitit 1991, diktatori i fundit stalinist në Europë, Ramiz Alia, i cili kishte pranuar zgjedhjet pluraliste, vendosi të festoj fitoren e grabitur në Shqipëri të zgjedhjeve me gjakun e trive të Shkodrës, nër motivin se pushteti do gjak, se pushteti vjen nga gjaku. Gjaksorë si që ishin, ata dëshmuan Shkodrës dhe Shqipërisë se si pushtues të brendshëm nuk dalonin as pak nga pushtuesit tjerë. Madje kishin pabesi dhe mizorin shpirtin e tyre, nuk nguruan të lajnë në gjak këtë qytet të bekur. Të dashur miq, sakrifica sublime e martirëve të votës lirë, e dhjetra qytetarëve të Shkodrës që u plagosën atë ditë, pati jehon të jashtëzakonshme ndërkombëtare, zgjoj revoltën, dënimin e ashpër të mbar opinionit demokratik europian, të Parlamentit Europian, Këshillit të Europës, Kongresit Shteteve të Bashkuara. Në të vërtetë, martirët e votës lirë u ndanë atë ditë nga jeta, por mbetën të pavdekshëm në shpirtin e lirisë, në votën e lirë. Ndaj edhe ata janë sot burim drite, burim frymëzimi për çdo qytetar që i beson lirisë dhe votës saj. Martirët e 2 prillit janë frymëzim i madh për çdo qytetar sakrifikoj për lirinë dhe votën e saj. Ne nderojmë sot këtë ditë para një ngjarje që do ndaj epokat, sepse përsëri ne nderojmë veprën e tyre të ndritur, sakrificën e tyre sublime në një diktaturë, e cila nuk bazohet më në ideologjinë e ish komitetit të partisë, por bazohet në ideologjinë e Dobraçit, të krimit, të terrorit. Dhe
kjo është një diktaturë po aq e shëmtuar sa e para. Bazohet në ideologjinë e një bande që kërkon të mposhtë një qytet liridashës. Dhe kjo band ka një kryebandit në krye, që quhet Edi Rama. Ndaj dhe sot, sakrifica, heroizmi i martirëve të Shkodrës është më frymëzues se kur. Është thirrje për çdo qytetar të këtij qyteti të bekur, për çdo shqiptar, të kthejmë 11 majin në ditën e votës së lirë, të kthejmë me 11 maj dritën e lirisë në Shkodër dhe në mbarë Shqipërinë. Njëmbëdhjetë maj është dita që ndan histori dhe epoka, ndan diktaturën e bazuar në drogë, nga shteti të drejtës, lirit dhe drejtat e qytetarëve, ndan varfrimin dhe njerimin në rritjet shqiptarëve, nga rruga e mirëqenjes, e begatimit pandalshëm të tyre, ndan dëshpërimin, me shpresën, ndan zhgënjimin, me besim në madh, se Shkodra dhe Shqipëria do t'jenë të jetueshme, do t'jenë dinjitoze për qytetarët e saj. Ndan shpopullimin, shkretësimin e Shkodrës dhe të Shqipërisë, nga djemë dhe vajzat, burrat dhe gratë e tyre e saj, nga besimi dhe kthimi këtij besimi, nga rikthimi tyre në Shqipëri për ndërtuar në Shqipëri ëndrrën shqiptare. Dhe u i them ju, nuk ka ëndër më të bukur se ëndra shqiptare, nuk ka ëndër më fistike se ëndra shqiptare, nuk ka ëndër më sublime se ëndra shqiptare. Nuk ka vend më të pasur, më të begat, se kjo tokë që grabisin dhe e plaçkisin. Ndaj dhe ne, me 11 maj, firmosim projektin e ëndrrës shqiptare, projektin e shqiptarëve jashtë varfrisë ekstreme, projektin e Shqipërisë që prodhon në çdo qoshe skaj të saj të mira për qytetarët e saj, projektin e Shqipërisë që begaton dhe rrit mirëqenjen çdo herë më shumë të qytetarëve të saj, projektin e Shqipërisë që ndëshkon me forcën e ligjit krimin, korrupsionin dhe mbron të drejtat e qytetarëve, projektin e Shqipërisë që shtrohet në një epicentër të fuqishëm të zhvillimit të teknologjive më të larta, që shtrohet në një Shqipëri superfuqi energjetike, një Shqipëri shpresë besimi, një Shqipëri ëndre. Dhe ky është ndërimi më i madh që u bëjmë ne, martirëve të 2 prillit, që ranë për të fituar pavdeksin në votën e lirë, për të fituar pavdeksin në shpirtin liridash të çdo qytetari, për të fituar pavdeksin në dignitetin njerëzor, nder për jetë, martirëve të 2 prillit, nder Shkodrës, Rozafës së Lirisë. Faleminderit, zoti Berisha.
Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Aktiviteti do të vijojë me një koktej në ambientet e Turizëm Rozafa në orën 12. Miru takofshim.